na përsëritet historia. Na përsëritet historia e marsit të vitit 2009. Të nderuar miq, unë sonte dal para jush krenar, sepse marrëveshjen, besën që ne e lidhëm në vitin 2009 në këtë vend historik, sot pas 4 viteve, ne dalim me fytyrë të bardhë, dalim me rezultate të arritura, dhe këto rezultate unë i sjell para jush në raportin e punës të cilin Enkas e kam pregadit për ju. Ne jemi njerëz të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm. Punët tona dhe veprat tona ne i dokumentojmë, se ne jo vetëm që kemi realizu, po edhe kemi të i kalu 100% premtimet e 2009-ës. 4 vitet e kaluara ishin 4 vitet më të vështira, ishin vite të sfidave të mdhaja, të vështirësive të mdhaja, të blokadave të mdhaja. Mirë po, ajo që gjithmonë më udhëhiqte në zemër dhe në shpirt, ishte mandati dhe besa që ne ja kishim dhënë njëri tjetrit. Ne në 2009-ën morëm Gostivarin me 11 milion euro borxhe dhe vetëm me 3,5 milion euro buxhet. Kishim probleme nga më të ndryshmet, nga policia, nga qeveria, nga gjykatat dhe nga bandat e shumta të NB-s dhe të klanit të tij. Ne në 2 vitet e fundit realizuam 8 milion euro investime. Ne sot kemi të garantuara dhe siguruara 20 milion euro investime për 4 vitet e radhës. Se komune e Gostivarit sot është model, mostër e një menaxhimi transparent, me korupcion zero, e një menaxhimi të maksimalizimit të resurseve, të zbatimit të meritokrasisë, të bashkëpunimit shumë korekt me qytetarët dhe mbi të gjitha, të një suksesi të jashtëzakonshëm në menaxhimin me fondet financiare dhe investive nga bota e jashtme. Se kush është komuna e Gostivarit dhe cili ishte menaxhimi im, dëshmon shpërblimi që mu dha nga instituti respektabil i Oxfordit të Anglisë për reformat dhe menaxhimin më të suksesshëm në nivel të Ballkanit Perëndimor. Në mandatin që e lam pas, ne zgjodhëm probleme strukturore të jashtëzakonshme, duke filluar nga rruga Forin-Shegran. Zgjodhëm problemin e ujit për pije në Debresh. Ne ndërtum shumë rrugë, trotuare me mijëra metra katror. Ne ndërtum shumë rrjete të kanalizimit, të ujësjelësit, shumë sipërfaqe të gjelbërta. Ne ndryshum fizionomin e qytetit dhe të shumë fshatrave përreth. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje, se kjo është pesha e përgjegjësisë së votës tuaj, që është amaneti jon dhe i mandatit që na e dhat dhe që do na e rikonfirmoni sërish. Dëshiroj para jush të shpalosi se ju dhe ne nuk do të lejojmë që Gostivari të rikthehet pas. Nuk do të lejojmë që të rikthehet sinonimi i mafisë urbane, i korupcionit, i dallaveres, njeriu që është sinonimi të zezës, sepse ju jeni e bardha e Gostivarit. Dhe unë jam i vetmi kandidat me listën e këshilltarëve që dalin para jush, me program konkret dhe me fonde financiare të siguruara për mandatin 4 vjeçar. Këto fonde për 20 milion euro janë motivi që garon sërish në Gostivar një zullumqar i madh, sepse ka nuhat se komuna nuk ka borxhe, as të vjetra, as të reja, dhe se komuna
ka kriju fonde për investime. Ne me këto fonde financiare do zgjedhim përfundimisht problemin me ujin për pije të qytetit të Gostivarit, sepse kjo qeveri që harxhoi 500 milion euro në projektin Shkupi 2014 nuk mundeshte të gjenë 3 milion euro të zgjedh problemin e ujit për pije të 100.000 banorëve. Ne këto para i kemi siguru nga qeveria zvicerane me një grant prej 2,5 milion euro. Ne do zgjedhim problemin e deponis regionale, po do e zgjedhim në dobi të rajonit të Pollogut dhe nuk do lejojmë disa matrapaza që mshen bazyrës e kaltërt, që të rrisin shmimin, që do duhet të paguajnë qytetarët e rajonit të Pollogut. Ne do të investojmë në zgjedhjen e problemit të rjetit të ujit për pije në qytetin e Gostivarit dhe në fshatrat përreth me para prej mbi 6 milion euro të siguruara nga KV Banka e Gjermanisë. Ne do të shtrojmë komplet bulevardet kryesore të Gostivarit me asfalt të ri. Ne me këto fonde financiare do zgjedhim përfundimisht problemin e sallave sportive të gjimnazit të Gostivarit, të Debreshit dhe të shkollave tjera. Këtë mënyrë, ne do u japim përgjigje atyre që e damtuan Gostivarin për 4 vite me 12 milion euro që nuk i lejuan këto para të qeverisë të vinë në dobi të arsimit infrastrukturës, se jemi më të zotit se ato dhe se dim të sigurojmë pare. Do ndërtojmë urën që do të lif spitalin e qytetit me 2 shkollat e mesme të qytetit. Ne do jemi komuna e parë në Maqedoni, si komunë shqiptare, ku do fillon të implementohet gasifikimi i institucioneve publike. Mirë po duhet të dini se nderin që ma keni bërë me votën tuaj ka qenë amanet i cili gjithmonë më ka udhëheqë dhe më udhëheqë. Për kundër asaj që sot zërin e kam të zbet, zemrën e kam të nxet dhe mendjen e kam të kthjellë. Qeni të bindur se të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë do votojnë për opsionin e RDK-s dhe të TDP-s, edhe në Gostivar, edhe në Vrapshisht. Votoni me krenari, votoni me kokën lartë, votoni numri 1, votoni Rilindjen Demokratike Kombëtare. Falënderit, na prifte mbara.